Protestuan qetë para ndërtesës së Agjencionit Kosovar të Privatizimit, por kjo qetësi nuk është garantuar nga ish-punëtorët e ndërmarrjes tracing, nëse kërkesat e tyre për paga nuk realizohen. Ata duan nga AKP-ja t'u jepen rrogat të cilat nuk i kanë marrë që kur ndërmarrja e tyre u privatizua në 2005. Kem pas një vendim pagave të garantuar nga shefi i shtyllës katët të mikut Jakim Bruker, i cili në shkoi zëvendëstori Ahmet Shalja. Është zhagitur shumë kohë, kam prit punëtorët. Protesta e qetës së martës sipas tyre do të jetë më ashpër një ditë më vonë. Nesër kemi bllokuar derën, e jo më ashtu kënd po në kur shënjeri me po e më kthy, po kena marrë me bllokuar derën, e këta tani në ta përdorin forcën, e në kushin këta të fortë më rreth që 8 vjet janë të na rreth, për punën tonë se kanë me njerëz se kanë fituar. Zëdhënësi AKP-s Yll Kaloshi në një përgjigje përmes postës elektronike tha se punëtorëve u janë shpërndar vendimet për kompenzim. Autoriteti i likuidimit, siç tha ai, është duke punuar në mënyrë intensive në përmbylljen sa më të shpejtë e likuidimit të kësaj ndërmarrjeje, që nënkupton kompenzimin e punëtorëve në përputhje me vendimet që kanë marrë.